edhe i Pakicës. 10 sekonda, se du t'jap zoti Klinaku fjalë. Zoti Kurti është i gatshëm sonte m'ju dhon pushtet PDK-s edhe LDK-s. M'ju dhon ministri, ministri edhe postin e kryetarit kuvendit, po nuk ja presidentin. Sonte po thëmë, ka vullnet nëse pranojnë çdo dy parti politike. Po këto dy parti politike nuk guxojnë me ran këtë Kurt të Albin Kurtit, për shkak se neve na kujtohet shumë mirë rasti me Agim Veliun që ka ndodhur. Zoti Kurti është politikan i papërgjithshëm marrëveshje dhe din me tradhtu politikisht. Kështu që informacionet që i kam, PDK-ja dhe LDK-ja nuk i beson Albin Kurtit në çet matematik, edhe për që ata e kanë ndarë rrugën, ka zgjedhje vani. Atëri bie që do të kemi vazhdimisht zgjedhje nëse Kurti del fuqi kryesore politike. Zotri Florent, tash e ka dhe ma lehtë, se çon shpe ministrë dhe vazhdon qeveria. I ka votat kuvend. E para këta besoj që interesin e kanë qysh me hinë në ekzekutiv me S'kanë interes në ekzekutiv, se sanë që vynë. Mirë, po tash ti që ashtu ndodhë. Qa i vynë në ekzekutivi? Se këtu opozita e ka një farloj përthyret mendimit, po e zamë. Nëse opozita kishtë qenë kundër Kurtit, që nuk i beson kërkush, atër kishëm pas një blok opozitar. E dini që sa do që është ka qenë përpjekja dhe vitet e mashme, Kosovës ka mujtë me pas një blok opozitar kundër Kurtit. Këtë ka bloku, LDK-ja ka bloku. Të dy partit, edhe PDK-ja dhe LDK-ja, besoj që jenë të kalkulu me mundësi se cila do tjetë pjesë e bashkëpunimit me kryeministin Kurti. Pra as njona nuk mundin me arritu i di me njona tjetën, për shkak se çdo njona pretendon ose synon se si me mujtë me gjetë një farë lloj bashkëveprimi me ta. Puna e bashkëveprimit, këta tash të jenë të e llogarit një punë. Nëse, son besoj që interesi vetëm për me shku në zgjedhje është i opozitës, kur thojnë s'kanë më shka hupjen, edhe pse mund si është me u falo më shumë. Por, me gjithat, mundin me llogarit me idenë që s'kemi më shka hupën, për dojnë me shku në zgjedhje. Këta e llogaritin që nëse shkohen në zgjedhje, Kurti bjen diçka, po e zamë llogarit që bjen 5%, dikush e ëndra dhe 10%, edhe në fundit edhe e di atë ndjesin se qysh është me shpresu që kom i hub votat pa një rrethon shumë reale që mundet me ndiku në rezultatin e zgjedhjeve. Këta shpresojnë këta, me shku në zgjedhje, me radhë që mos me ujtë me bo qeverin, pastaj me ndërtu një raport kontraktual me të edhe për qeveri, edhe për kuvend, edhe për presidencë. Pra lufta është vetë cilë me